Këtu jam në fshatin Lunik dhe po të shikosh mbrapa shpinës time, duket I gjithë fshati, por më tutje Prevalla edhe më tutje Kostenja. Siç dhe e pat gjithë rrugën kur erdhëm, rruga është e shkatruar, e katandisur, por edhe kur futemi për në lagje, mbasi erdhëm këtu sepse ishte edhe një ndodhi, pra kishte humbur nënën një miku jon, e shkatruar rruga dhe askush nuk ka vënë dorën. Absolutisht, të gjithë këta banor po e shikojnë me sy çdo ditë, po e prekin si ekonominë, por dhe mungesën e dorës shtetit. Të jenë të bindur këta pushtetarët hajdut se do ta marrin përgjigjen e merituar më datën 25 prill. Dhe këtë e them me bindje plot, sepse e shikoj nga bisedat, e shikoj të syt e çdo banori, e çdo personi që unë takohem, se si ata e ndjejnë dhimbjen që u shkakton dora e hajdutëve që janë ulur në karriget e shtetit. Faleminderit. Ja u afruam këtu në Batore, po të shikosh traktorin e Edi Ramës, që ishte para 3 muajsh, dhe na bëri gjithat propagandë të madhe, por ai që e pas ka zënë ndryshku. Se me këtë traktor ai do fillonte të asfaltonte zonën, pra, por faktikisht ky që ka ndryshur tërësisht dhe duhet një 1 milion lekë, po do u them banorëve të zonës që të paktën ta kthejnë traktorin në gjendjen e më përparshme. Se do kërkoj lekët e tjera. Zonë e bukur është në fakt, po futemi në shkallën e Lunikut, për të cilën nuk gjej fjalë për ta falendëruar qeverisjen e 2005-2013 të doktor Berishës, I cili në këtë vend ishte kur filluan punimet, ishte vetë personalisht, dhe ta u lën ballan me disa persona na gjuan të me kur, se thojnë po bëjnë fushat elektorale. Në fakt ne e çam shkambin e Lunikut dhe dolëm të bledh të Shkopi. Por këtë quni që gjunte me kur, 8 vjetë e mori votën duke mashtruar kur ishte në opozit, dhe 8 vjetë tash që është në pushtet, s'ka bërë asgjë për këtë zonë. Por erdhi në një ditë pa pikën e turpit dhe tha, do gjejmë investitorë të bëjmë në fabrikë ujë. Ja, këtu jemi ke tabela për në fshatin Lunik, por e kemi denoncu dhe herë tjera, për dhe thot shprehjesisht përmirësimi I shtresave asfaltike në segmentin rrugor shkalla e Lunikut, Lunik Qendër. Çfarë duan të thonë me këta me përmirësim të shtresave asfaltike? Faktikisht, këtu nuk ka pasur asnjëherë asfalt. Unë I kam kërkuar edhe zyrtarisht që na tregojnë se ç'duan të thonë me këtë. Se përmirësimi I shtresave asfaltike do thotë që po riparojmë apo po e rishtrojmë këtë rrugë. Faktikisht, kjo rrugë nuk ka qenë e shtruar asnjëherë, as me asfalt, as me beton.